Bashkia Lezhë me kompaninë publike që ka krijuar në bazë rregullore së re që ne kemi bërë, mu këtu në zemër të Shëngjinit ka plazhin publik. Siç e shikoni është një hapësirë e mjaftueshme, e madhe. Ka dhe të tjera si kjo, sigurisht nuk t'i ha plazhet publike pa merak. Është garantuar gjithmonë. Por është shumë e rëndësishme dhe dua që t'ju tregojmë gjithëve se si e ka organizuar Bashkia Lezhë me stafin e vet, ka bër investimin me çadrat rinë të mbyllura. Këtu është stafi i bashkisë, të cilët nëse pushuesit duan, mund t'ju ofroj me çmimin e publikuar në tabel 400 lekë të reja. Dhe pagesa është me kasë fiskale. Pra askush nuk mund të hyjë këtu nëse nuk merr faturën të prerë nga. Nëse do të ri rehat me çadrën e vet, mund të vazhdoj, por përndryshe është një konkurrencë shumë e bukur edhe ndershme që i bëhet plazheve. Dhe me që po flasim për plazhet private, do të jenë kontrollet shumë të rrepta si për zaptimin, por ashtu dhe për respektimin. Bashkia e ofron me kasë fiskale shërbimin e çadrave, Bashkia Lezhë. Të njëjtën gjë do duhet ta bëjnë të gjithë subjektet private që siç presin kupona fiskale në restorant dhe në hotel, do ta bëjnë këtë edhe për çadrat dhe shezllonget që ofrojnë. Sepse jemi absolutisht në mbështetje të biznesit privat që të shtojë të ardhurat, të shtojë ekonominë, por po kështu duhet shlyejmë dhe detyrimet ndaj shtetit që të mos kemi ekonomi informale. Ajo që është e rëndësishme të themi është që me rregulloren e re praktikisht jo vetëm kemi shtuar sipërfaqen e detyrueshme të plazheve, 30% plus 300 metra në çdo 1 kilometër. Por bashkitë si vjet kanë shtuar vetë në hartën që kanë bërë që në shtator sipërfaqen e plazheve publike, edhe për shkak se mundësinë për plazhe private ne ja japim vetëm subjekteve të cilët kanë një hoteleri. Pra, një restorant nuk mjafton thjesht për të menaxhuar një plazh. Një kiosk, një beach bar nuk mjafton thjesht për të menaxhuar, sepse nuk mund të jetë shezllongu dhe çadra biznesi kryesor. Biznesi kryesor është struktura akomoduese. Kemi nevojë për kapacitete shtretëresh. Dhe plazhi është një shtesë që i shtohet hotelerisë. Pjesën tjetër të plazheve, dhe ne kemi shkuar në llogarinë që bëjmë tani, 50% të plazheve i kemi publike. Duhet ta themi këtë, Bashkia Lezhë është e vetmja që nuk ka kërkuar mbështetjen e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit për të mbajtur pastër plazhet e veta. Do ta vërtetojmë dhe do ta verifikojmë gjatë gjithë këtij viti. Ne do kemi nevojë për mbështetjen tuaj, sidomos në 2 aspekte. Le të themi që e keni të lehtë deri diku detyrën këtu në qarkun e Lezhës, në Bregdetin e Shëngjinit, por edhe në ranën e Hedhën, sepse pushteti vendor, me sa duket, kjo origjina e profesionit kryetarit bashkisë e ka luajtur punën e vet, por zaptimet që mund të ndodhin, edhe zaptimet nuk janë thjesht zaptime nga subjekte private. Nganjëherë na ndodh që edhe, unë e di që s'ndodh në Lezhë, po përfitoj nga ky moment që ta them, që edhe banorë, të cilët kanë shtëpitë, mbulin çadrat në qershor dhe i shkulin në shtator. Edhe ky zaptim është. Është zaptim nga individi, po jo nga zaptim nga subjekte private, pra komerciale. As këtë nuk do ta lejojmë, sepse çfarë është publike, është thjesht ditore, nuk mund të jetë publike 3 mujore. E para, dhe problemi dhe sfidën më të madhe që ne kemi është sfida me pasërtinë. Kushdo që shkel rregullat për mirëmbajtjen e mjedisit, prap përveç policisë bashkiake që ka detyrën kryesore, qoftë për aplikimin e gjobave, qoftë për vretje, qoftë edhe deri në mbyllje të aktiviteteve private, policia e shtetit do të jetë, besoj, në krahun ton, sepse është ndoshta viti me fluksin më të lartë që ne kemi pas ndonjëherë dhe besoj do kemi në rritje.